nga sektori bankar, ashtu edhe nga autoritetet shqiptare, siç e thash, kërkoj kohë, investime të mbështetura veçanërisht nga asistenca teknike e BE-s dhe ajo e Bankës Botërore, dhe muaj të tërë negociatash me shërbimet e Komisionit Evropian dhe me Këshillin Evropian të pagesave. Të gjitha këto përpjekje kanë çuar tashmë në këtë arritje strategjike në përfshirjen financiare dhe integrimin ekonomik të Shqipërisë në tregun unik të BE-s, me një sër përfitimesh që qytetarët shqiptar do t'i gëzojnë menjëherë, siç e thatë edhe ju, dhe ato janë. Qytetarët shqiptarë dhe familjet e tyre do të kursejnë në dërgesat në para, bizneset që funksionojnë në Shqipëri, qofshin ato vendese apo të huaja, do të kursejnë kohë dhe para, pasi transaksionet e tyre me partnerët evropian do të jenë më të lira dhe më të shpejta, por edhe turistët do të ndjehen si në shtëpinë e tyre kur të kryejnë pagesa pa para në dorë, aftuese të ishin në BE. Gjithashtu, formalizimi i ekonomisë shqiptare do të përforcohet më tej përmes më shumë pagesave digjitale dhe përfshirjes financiare. Tregtia nga Shqipëria, por edhe për në Shqipëri do të përmirësohet. Dhe të gjitha këto ndodhin tashmë që Shqipëria ka hapur 5 nga 6 grup kapituj të negociatave për antarësim. Ambicia për të mbyllur të gjitha kapituj deri në vitin 2027 kërkon edhe reforma të tjera dhe parafrim të mëtejshëm me legjislacionin e BE-s, përfshirë nevojën për të forcuar sektorin bankar dhe për të përmirësuar shërbimet financiare dhe ne e dimë që mund mbështetemi tek ju i nderuar guvernator. BE-ja mbështet fuqimisht këtë ambicje me financim, ekspertizë teknike dhe mbështetje politike. Tashmë është koha që Shqipëria të përmbush angazhimet e saj dhe të thellojë reforma. Ne duhet sigurohemi gjithashtu që nga këto reforma dhe nga rritja ekonomike e vendit të përfitojnë të gjithë dhe për këtë jam shumë serioze, kam fort për zemër, pra që të mos përfitoj vetëm një pagitse vetëm të privilegjuarish, por e gjithë shoqëria, bizneset, shoqëria civile, qytetarët dhe partnerët social duhet të luajnë të gjithë rolin e tyre për integrimin e Shqipërisë në BE si një proces gjithë shoqëror. Qëllimi ynë është i thjeshtë, më shumë konvergjencë ekonomike dhe sociale, për afrim më i shpejt me rregullat e BE-s, lidhje më të ngushta me tregun unik të BE-s për Shqipërinë dhe rajonin, dhe gatishmëri për antarësim në BE, duke u kujtesur për pjesën më të cënueshme të shoqërisë. Nëse realizohen këto reforma, BE-ja do çlirojë fonde shtesë deri në 1 miliard euro për fshirë këto investime të mëdha infrastrukturore. I nderuar guvernator të dashur të ftuar edhe një herë urime për këtë arritje historike. Ju sigurojmë që BE-ja do të mbetet partneri juaj i fortë, do të qëndrojë krajush në çdo hap që ju do të ndërmerrni për integrimin në BE. Faleminderit. Thank you very much, Mr. Ambassador. Once again, I repeat our gratitude for all the support that the European Commission, specifically the European Payment Committee, gave us in all this process. I thank you personally, and I thank also Mr. the Director General for Neighborhood and Enlargement Negotiations in EU for all the support gave us, me personally, and Bank of Albania and all Albanian institutions and Albanian country in the process of being accepted in SEPA, because this year it has been the year of implementation, but until November last year it was the process of acceptance, being in compliance with Përgjithshëm për fshirësinë dhe zgjerimin në Komisionin Evropian. Dhe përveç se Shqipërisë ju faleminderit që nga pjesë të Ballkanit Perëndimor, Maqedonia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut gjithashtu janë planuar për të qenë anëtare të skemave SEPA. Faleminderit. Me të vërtetë ju jemi mirënjohës për mbështetjen dhe ndihmën ndërkombëtare që ne janë dhënë partnerët tanë ndërkombëtar. Mund ta bëni nëse s'keni si të doni. Po. Përshëndetje, Ledina Elesi, gazetare nga televizioni Skan. Banka e Shqipërisë pati një bashkëpunim të ngushtë me bankat që këto të fundit të përgatiteshin dhe të bëheshin gati të aplikonin individualisht për të bërë pjesë e SEPA. Aktualisht, sa po bashkëpunon dhe ndihmon Banka e Shqipërisë institucionet e tjera financiare, si për shembull ato të paras elektronike që të aplikojnë edhe ato për të bërë pjesë e kësaj skeme? Faleminderit. Faleminderit, sikurse përmenda në përmbyllje dhe në përmbledhje të falënderimeve për partnerët dëvëmtar, Banka e Shqipërisë
Ka punuar deri në nëntor të vitit kaluar ngushtë me Bashkimin Evropian me asistencë teknike dhe të Bankës Botërore për të bërë anëtare SEPA dhe është pranuar në nëntor dhe ky vit ka qenë viti i implementimit të sistemit SEPA, kur sot ne jemi operacionalisht efektivisht antar të SEPA-s me bankat tregtare, të cilat kanë aplikuar dhe janë pranuar të 11-ta për të operuar me sistemin SEPA dhe janë të gatshme. Sigurisht që bankat tregtare kanë investuar, pra kjo nuk është thjesht një çështje përputhje ligjore dhe rregullatore, por kjo është edhe një çështje e rritjes së nivelit teknologjik dhe investimeve dhe përshtatjes së sistemeve të bankave, sistemeve informatike dhe sistemeve të pagesave të bankave të nivelit 2 në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë. Natyrisht që jo vetëm bankat, të cilat janë gati për të operuar në këtë sistem, por dhe institucionet e tjera financiare të parasë elektronike, të cilat janë licencuar nga Banka e Shqipërisë, janë pjesë e këtij procesi dhe do të jenë anëtare të SEPA-s. Banka e Shqipërisë ka një komitet kombëtar të pagesave që menaxhon të gjithë institucionet financiare dhe procesin e integrimit të gjithë institucioneve financiare në procesin e modernizimit të pagesave, sistemeve të pagesave dhe digitalizimit. Nuk dua të zgjatem për treguar dhe projektet e tjera që ne i kemi përmendur, siç është projekti TIPS Klon që parashikojmë që ta kemi funksional në vitin 2026, që është projekti i Bashkimit Evropian dhe ne përgatisim dhe po punojmë në bashkëpunim me bankat tregtare dhe institucionet financiare në Republikën e Shqipërisë me asistencë teknike dhe me suport maksimal nga Banka Qendrore e Italisë. Pra, bankat, institucionet financiare në drejtimin e Komitetit Kombëtar të Pagesave të Bankës së Shqipërisë janë duke punuar për të qenë të gjitha, pra dhe institucionet financiare anëtare të sistemit SEPA, pasi transfertat bankare nuk do të kryhen vetëm nga bankat, por edhe nga këto institucione financiare që janë të licencuara. Për këtë qëllim janë në proces, do të jenë dhe ato anëtare, do të afrojnë dhe ato shërbime SEPA dhe njëkohësisht bankat tregtare dhe institucionet financiare do të përfitojnë gjithashtu dhe nga sistemi i pagesave të shpejta, instant payment, që e quajmë në anglisht, i cili do të jetë TIPS klon, pra një klon i sistemit TIPS të Bashkimit Evropian do të jetë efektiv në vitin 2026. Besojmë që me këto zhvillime dhe me këto sisteme, Shqipëria në aspektin financiar është 100% në përputhje me Bashkimin Evropian në drejtim të shërbimeve dhe të kostove të tarifave të afruara për qytetarët dhe bizneset shqiptare. Faleminderit. Ka dhe pyetje tjetër? Shqyrja tashmë e vendit tonë në SEPA konsiderohet si një hap historik, cili do të jetë hapi i radhës për të unifikuar sistemin tonë financiar me atë të Bashkimit Evropian. Hapi i radhës, ne jemi, domethënë, në drejtim të sistemeve të pagesave janë këto që unë përmenda. Pra, hapi kryesor, themelor dhe substancial ishte pranimi në sistemin SEPA, që në fakt është integrimi plot financiar, është një moment historik në drejtim të integrimit financiar. Ky është sistemi i Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Ka dhe disa shtete tjera, si Anglia dhe shtetet tjera që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, të cilat janë anëtarë të SEPA-s dhe transferta dhe aktiviteti financiar me të gjitha këto shtete, i qytetarëve shqiptarë, bizneseve, rezident dhe jo rezident, do të përfitoj, pra jemi një lloj si çdo vend anëtar i BE-s, duke filluar nga sot në aktivitet operacional. Sistemi tjetër është ai që u përmenda, TIPS klon i pagesave të shpejta, që është gjithashtu një sistemit Europian të pagesave. Pra pagesa me celular 24 orë në 7 ditë të javës dhe me karta, këto sigurisht që kërkojnë investime. Pra gjithçka nuk ka të bëjë vetëm me përputhshmërinë ligjore dhe rregullatore për cilën ne po punojmë, që është detyra parësore e Bankës së Shqipërisë, por ka të bëjë dhe me implementimin dhe me përshtatjen e sistemeve, që kërkon dhe investime nga institucionet financiare dhe nga vetë Banka e Shqipërisë. Pra, jemi duke punuar në këtë drejtim për këtë sistem dhe në aspektin e sistemeve të pagesave ne i kemi kryer detyrat tona. Nuk kemi zhvillime të tjera. E rëndësishme është që qytetarët edukohen, të bëjmë edukim financiar, institucionet financiare t'i afrojnë shërbimet, t'i bëjnë transparente, që qytetarët të edukohen dhe ne të ulim nivelin e informalitetit në ekonomi dhe të ulet sa më shumë përdorimi i keshit, të përfitohet nga këto sisteme, nga këto shërbime që janë më të shpejta në kohë dhe me kosto më të ulta nga qytetarët dhe nga bizneset. Tregu vetvetiu do të afroj, por sigurisht që duhet një edukim financiar. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është përfshirja financiare nëpërmjet edukimit financiar, pra rritja e llogarive bankare, e transferteve aktivitetit me bankat. Kjo formalizon ekonominë, lehtëson qytetarët, unë përmenda 10% e rritjeve të transfertave digjitale ndikon në 2% të uljes në informalitetin në ekonomi.
agjendave. Gjithashtu ka dhe disa kapitull të tjerë ku Banka e Shqipërisë është anëtare, por këto nuk kanë bënë me sistemet e pagesave, ne po punojmë fort dhe jemi në përputhje, që janë disa kapitull. Zëvendësimi e Bankës së Shqipërisë është përfaqësuese në sistem, në grupin e punës për integrimin, por sot ne jemi mbledhur për sistemet e pagesave për SEPA-n, këtu jemi, faleminderit. Nuk ka pyetje tjetër, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Nuk po zgjatemi. Thank you very much the ambassadors that are here today, and at the end of this at least, thank you very much, Ambassador Gonzato. I don't know how to thank you for all the support given to Albania. Zoti ambasador për pjesëmarrjen dhe mbështetjen që i keni dhënë Shqipërisë në të gjithë këtë proces. Faleminderit.